Shfaqja e fundit ka qenë një shfaqje shumë sfiduese që edhe vetë teatrët profesionale nuk e sfidojnë veten me autorin Bertolt Brecht. Kanë pas qëllim për me reflektu në jetën shoqërore dhe publike të popullatës gjatë asaj kohë dhe i cili është cilësuar si jo i dashur. Edhe drama ka qenë me titullin Në kërkim, e inspiruar për një vepre të tij që ka pas disa akte, po ne kemi trajtuar vetëm 3 akte, në kërkim të drejtësisë, në kërkim të shkencës dhe në kërkim të spionit, që disa sekuencë ose të themi tematikat e asaj drame mund të themi që edhe në ditët e sotme për shkak të diskriminimit mund të jenë evidente tek jeta e komunitetit rom. Mbështetja financiare ekziston, po jo në normën e duhur. Për shembull, një dramë me 7.000 euro me arrit një sukses të madh është jashtëzakonisht e vështirë, sepse burimet njerëzore dini që duhen mu pagu profesionistët, skenografia dhe gjithë logjistika tjetër, as si përkthyes as si aktor nuk janë paguar. Nga ana tjetër edhe DKRS-ja, Drejtoria e Kulturës së Nisë së Sportit, edhe ajo ndan pak fonde për komunitetin, edhe duhet të ngrit pak nivelin e fondeve në mbështetje të komunitetit. Do krijojmë një mini bibliotekë ku mund të jetë një hapësirë publike dhe mund të kemi tituj të shumt, dhe aty kemi më shumë se 400 tituj, dhe ne i botojmë edhe i lëjmë aty, i arkivojmë, po ashtu edhe i koleksionojmë për lexuesit kush janë të interesuar, jo vetëm romët.